shpërblet për ligjeratën. Në kanë ardhur disa pyetje. Pyetja po thotë: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E kam një pyetje për hoxhën e nderuar, a lejohen ushtra alkoolike dhe a lejohen parfumet që kanë përbërje alkooli, Allahu i shpërblet. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Të në dy çështje të ndryshme, për shkak se uflla është që konsumohet, kurse parfumi është që vetëm përdoret, nuk pihet e nuk hahet. Se e përket asaj që pihet, rregulli i përgjithshëm shariatik është kështu. Nëse ka elemente dehëse në te, nuk lejohet. Nëse nuk ka përqindje dehëse në te, lejohet. Nëse me përdor qësi shumë dehësh, edhe përdorimi i pak i saj është haram. Tash në anën kimike nuk e di se nuk e di çka përmbon ajo, as nisen nuk njeh në këtë drejtim, por rregulli i përgjithshëm është kështu. Nëse brenda saj ka material dehës, është haram. Nëse s'ka material dehës, nuk është haram. Sa i përket ufës. Sa i përket parfimave, pastaj është çështje tjetër. Për shkak se shumica dietarëve mendojnë se papastërtia alkoolit nuk është papastërti fizike. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlam rijsun min 'amali ash-shaytan." Alkooli, gjërat e tjera janë fllëqësira prej veprave të shejtanit. Innama al-khamru, alkooli, wal-maisir, wal-ansab, wal-azlam, edhe lojrat e fatit, idhujtaria, janë veprat të ndyta të shejtanit. Fejtanibuhu la'allakum tuflihun, largoni për tyre nëse dëshironi me qenë të shpëtuar. Tash, idhujtaria me lojrat të fatit, edhe me fallë, me qitë fallë, me parashikime, edhe alkooli, të gjitha Allah subhanahu wa ta'ala e ka qytë dytësira. Por, sipas mendimet të shumicës së dietarëve, kjo dytësi është kuptimore, nuk është fizike. Për shembull, me të prek idhulli, nuk ka bot pa pastër. Me lujt kumar, nuk e boj pa pastër aspektin fizik. Edhe alkooli, kanë thonë, nuk është i papastër në aspektin fizik, po është i papastër në aspektin kuptimor. Në mbështetje të asaj se nuk është i papastër në aspektin fizik, kanë përmend rastin në Medinë, kur Allah subhanahu wa ta'ala e ka ndaluar alkoolin. Hadithet të cilët e transmetuesit e saktë të haditheve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë në Medinë, Allah subhanahu wa ta'ala ka ndaluar përfundimisht alkoolin. Fajtanibuhu fa hal antum muntahun. Largoni prej alkoolit dhe apo jepni fund mos me pi alkool. Transmetuesi i hadithit në Medinë, kur ka zbritur që ka jetë sahabët që kanë pas alkool me bure, i kanë derë në rrugët e Medinës, kanë ecë sikur më kanë lëmë për alkoolin. Se më bo haram. Dhe dietarët më konë që është papastërti fizike, për jam sa me kishë ndaluar me derë në Medinës. Me fliq Medinë. Më konë që është papastërti fizike, njerëzit kanë ecë, kanë shkelë masalena aty, i më fliq. Por, mbështetëm këtë hadith dhe argumentet e tjera, theme se përdorimi i parfimave të cilët kanë alkool, nuk është se unë e preferoj në gjatë tillë, por nuk mendoj se është papastërti për shkak se papastërtia është kuptimore, jo fizike, vallahu a'lem.